Përshëndetje të gjithëve zonja dhe zotrinj, jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit, temperaturat kanë rënë, në fakt virozat janë prezent në çdo stin për të folur për virozat, për parandalimin, simptomat, mjekimin, kurimin, kujdesin që duhet të dëshmojmë për të parandaluar. Do të na jap këshilla të vlefshme në minutat në vazhdim doktor Ilir Allkia. Allkia, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit tuaj. Ta nisim me parandalimin, doktor, më mirë të parandalojmë se të kurojmë, kështu që si mundet, nëse mundemi, aq sa mundemi. Kjo është më rëndësishmja, do në që ne të përpiqemi t'i parandalojmë. Viruset kanë qenë në ambientet rreth nesh dhe do t'jenë. Ne nuk kemi asnjë shans që t'i përjashtojmë ato nga ambientet që ne frekuentojmë, punojmë dhe jemi gjatë gjithë ditës. Dhe më e mira është që ne t'i parandalojmë. Kjo arrihet nëpërmjet dy strategjish. Së pari është që të forcojmë mbrojtjen tonë natyrale, do të kemi një organizëm të shëndetshëm, i cili i përballon sulmet virusale. Dhe kjo ka të bëjë me duke u kujdesur për të patë një dietë të shëndetshme, një jetë me aktivitet fizik të mirë, të flejmë aq sa duhet, do më thënë minimali është një 7 orë në ditë, do më thënë gjumi cilësor, do më thënë ushqyerja, aktiviteti i mirë fizik në ajër të pastër, them në ajër të pastër për ato që kanë mundësi të dalin të shëtisin jashtë Tirane. Gjumi cilësor ka rëndësi që tjetër të mos ham gjëra që dëmtojnë shëndetin. Do të thotë, të gjitha ushqimet e procesuara ose ushqimet dhe pijet industriale janë kundër nesh, janë kundër shëndetit. Dhe duhet do e mos që të shmanget si bëhet. Do të ham ushqime direkt nga natyra, sa më pak të procesuara. Përveç kësaj, për moshat e avancuara, për individët që kanë sëmundje kronike si diabet, hipertension, sëmundje tjera metabolike, duhet kujdesen që këto sëmundje t'i majnë nën kontroll. Sepse, për shembull, tek një individ i cili i ka në normë fjala vjen sheqernat, yndyrnat, virusi bën më pak dëme, ose ka shumë më vështirë ta pushtoj këtë organizëm krahasuar me dikë që vuan ndoni e ka të lartë sheqerin, i ka të larta yndyrnat, ose kjo ushqyerja, për shembull, një njeri me vese, domthonë një person që përdor alkool, që përdor duhan, që konsumon ushqime industriale, domthonë normalisht që ky ka një imunitet të komprometuar dhe ka një fizik që gjithsesi është, si thua, më pak i aftë t'i përballojë sulmet e viruseve sesa një individ që ka një fizik të shëndetshëm, domethënë që kjo fillon që te mbi pesha e deri tek parametrat e tjerë. Aspekti tjetër i parandalimit do thotë që të shmangim ambientet me ajër të mbyllur, do të pajrosura mirë. Të shmangim kontaktet me njerëz që janë me koll, me teshtima, me temperaturë, me të tjera, kjo fillon që tek vetja jonë, nëse jemi të sëmur, nuk duhet vizitojmë të afërm, ose nuk duhet shkojmë punë derisa të shërohemi. Shërbimin urban si ta shmangim për shembull, se aty më së shumti janë grumbullimet e njerëzve. Aty paketohen njerëzit dhe minimali, e mira është të shmanget ai dhe kur nuk është e mundur të shmanget, e vetmja mënyrë është që të rikthehemi tek maskat, sepse ajo gjithsesi shmang në një farë mënyre, filtron në një farë mënyre atë ajrin e kontaminuar që gjendet në urban. Dhe pastaj në urbane nuk zgjedhin vendin se ku do ulemi. Përballë teje mund të jetë një person që është me grip, është me
është me Covid ose ka një problem tjetër, akoma më madhor, për shembull, siç janë sëmundjet tuberkulare. Kështu që prandaj është, si thua, e rëndësishme ajo distanca fizike dhe është merr kur jemi të ngjeshur në autobus dhe jemi fytyrë në fytyrë dhe nuk e dim se ç'ka. Frym, le të them. Frym. Po, sa i takon simptomave, doktor, që duhet të shfaqim kujdes, se jo rrallëherë edhe mund të neglizhojmë? Atëherë, nëse jemi vigjilent dhe i trajtojmë që në fillim simptomat, patjetër që gripin do ta kalojmë më lehtë. Dhe nëse gjërat i lejmë pasdore që do të trashen, normal që një viroz e thjesht do të komplikohet dhe mund të përfundojmë me një bronkopneumoni, me një pneumoni, ose me sëmundje tjera që na marrin shumë ditë efektive nga jeta, nga aktiviteti, nga puna jonë, dhe do na detyrojnë që ose të rrim shtëpi ose të shtrohemi në rast më të keq në spital, të marrim barna, antibiotike, plot tjera. Domethënë fatura shkon kacathiu nëse ne nuk kujdesemi siç duhet që në simptomat e para. Simptomat e virozave janë të zakonshme, janë shumë, janë të kudo ndodhura pak a shumë. Të pangatërueshme. Do të thotë që janë bllokim hundësh, kullim hundësh, dhimbje fyti, që fillon me djegje, me ajntje, dhimbje kockash, dhimbje muskujsh, shpesh herë janë të paqarta, domethënë individu ndjej një e ndjej si çuditshëm, një dobësi të përgjithshme, një pamundësi për të ngritur, për të bërë një punë tamam, një lodhje të fiks, një lodhje të pajustifikueshme dhe të cilat do në këta janë fillestaret dhe me kalimin e orëve dhe ditëve, sidomos mas ditës dytë, këto rëndohen dhe shfaqet kolla, shfaqen sekrecionet, temperatura e lartë, thash dy herë temperatura do të thotë që mund të jetë e moderuar, por mund të jetë edhe lartë, një temperaturë që nuk zbret. Dhe simptomat të tjera do në që agravohen, do në dhimbjet nuk janë më dhimbjet e mishrave ose të kockave, nuk janë më të lehta ose sporadike, po fillojnë e bën më të rënda. Doktor, unë jo pa qëllim thash përmenda fjalën neglizhenca, sepse shpesh herë qytetarët mund thonë të shkojnë marrë në farmaci një antigripal dhe gjithçka kalon, ndërkohë që situata mund edhe të komplikohet, duhet shkuar tek mjeku, duhet marrë. Kjo është gabim, domethënë unë nuk dua as të mbivlerësohet roli mjekut dhe as të nënvlerësohet. Nuk është e thënë që me simptomat e lehta duhet patjetër që të shkojmë tek mjeku. Me simptomat e lehta duhet që së pari të ruhemi më shumë. Do të thotë që të shmangim oraret në mëngjes dhe ndarkët që ajri është më i ftohtë dhe më i thatë. Të kujdesemi duke veshur një robë më shumë, duke shtuar një shall, duke veshur çorapat të trashtë përshtatshme, mundësisht edhe çorapa leshi, duke shtuar lëngjet e ngrohta, jo të nxehta, po të ngrohta. Këtu në vej çajin organik që ne përgatisim në shtëpi, jo pije të gatshme që mund të blihen diku. Këta janë ato masat paraprake që ne duhet të marrim para se të shkojmë tek mjeku. Dhe nëse kjo gjendje persiston, do më thënë zgjat, i kalon 2-3 ditët, atëherë është mirë që të shkohet tek mjeku. Dhe unë them më mirë të shkot tek mjeku dhe le të dalë që nuk është në gjë me rëndësi, se sa të rish plot dhe akoma më keq është vetë mjekimi. Farmacisti është një punonjës shëndeti, por në plot raste, nuk është se
hy në klinikën tënde, do më thënë, ka mundësit reale që të dëgjoj mushkritë tuja, të të shof fytin e plot tjera, punë për cilat është i licencuar një mjek. Dhe po të shtojmë këtu dhe një pjesë që për fatë mirë janë shumë pak këto farmacistë pa përgjegjshëm që përpiqen të të shesin gjëra që i kanë mbetur, që i kanë stok aty, a kanë një marrë shtartë fitimi e të tjera, do të thotë që shpeshherë nuk rrezikojmë të mos marrim mbështetjen, suportin e duhur për të kaluar një sëmundje që mund të jetë e lehtë ose mund të rëndohet. Kështu që është më mirë që të shkojmë tek një mjek i besuar. Grup moshat më të rrezikuara, doktor, ne kemi folur edhe herë të tjera, natyrisht të moshuarit, fëmijët, po nuk duhet neglizhuar edhe tek të rriturit. Dhe më lejo t'ju pyes edhe për vaksinat antigrip për cilat kanë nxituar kryesisht moshat e treta, po jo vetëm. Personalisht... Si mendoni, a ka ndikim, a ka efekte anësore më së pari? Çdo vaksin ka efekte anësore. Ajo përmban një sasi caktuar me disa shtame, me disa lloje, le të themi, virusesh të dobësuar që futen në trup, të cilat provokojnë një grip të lehtë dhe nxisin imunitetin që të përgjigjet. Dhe Kjo shpjegon edhe faktin më ka rastisur me 2-3 afërm të mi që 2-3 ditë pasi e kanë bërë vaksinën, i shfaqen disa problematika. Ajo provokon si thua një furtunë të vogël në organizëm. Pra një grip artificiale, të themi. Që nxit prodhimin e antitrupave, donë e atyre pjesëve, për e themi kështu, në mënyrë të trash, që nxisin reagimin kështu viruseve. Flasim me gjuhën e zakonshme, doktor, që të na kuptojnë sa më tepër qytetarë. Janë, si thuash, antigjene quhet në gjuhën mjekësore, që gjenden në rruazat e bardha të trupit ton, kryesisht në limfocitet, të cilat reagojnë kështu sulmit virusal. Dhe kanë, do të thonë, kjo është e këshilluar për moshat e treta, thamë që moshat e treta janë të rrezikuara sepse së pari janë organizma të vjetër, ku gjithsesi mbrojtja natyrale është në rënje për shkak të kushteve fiziologjike. Po të shtosh këtu dhe sëmundjet shoqëruese që këto shpesh herë kanë, duke filluar që tek diabeti, problemet e zemrës, të mushkrive, ato që vuajnë nga sëmundjet kronike të mushkrive të tillë që kanë punuar në pluvra, në miniera, ose ato që kanë abuzuar me duhanpirjen, ose kushte të tjera me alkoolin, po normal që si thua janë më të brisht në këtë sezon. Janë më të brisht në çdo situatë realisht, por kështu viruseve do mos që janë më të brisht. Duhet të shfaqen më tepër kujdes. Kështu që këto duhet të shfaqen më tepër kujdes. Kujdesi fillon që tek menaxhimi i problemeve që kanë, do të thotë që të majnë në nivel të pranueshëm tensionin e tyre të gjakut, nivelin e sheqerit, të yndyrnave, e varet problematikat që ata vuajnë. Do më thënë, duhet dhe mos që t'i mbajnë nën kontrol, në mënyrë që gripi t'i preki sa më pak. Mundësisht as pak, po edhe nëse t'i preki sa më pak. Po me fëmijët, doktor, me adoleshentët, është bërë një brez pak tekanjoz sa i takon mirë ushqyerjes, flasim për ata që i kanë mundësit, se për të tjerë që si kanë mundësit pastaj. Ajo që unë shoh për shembull është shumica e të rinjve, i shef me pije industriale në përduar, janë bërë të modës këto pijet me... Po fast foodet, gazuara, që përmbajnë një ushqim i cili po thuaj nuk ka fare vlera ushqimore, por përveç që nuk ka vlera ushqimore, është agresiv kërshi shëndetit.
Dhe po t'i shtosh këtë gjë që të rritë për vetë se ushqehen dhe keq dhe marrin pije që po i quaj të këqija, vishen dhe keq. Do të thonë, unë ajo që ju them shpesh kur kam të bëj me këto moshe, ju them bukuria është tek shëndeti. Shumë e bukur. Po, nuk është tek e veshura holl ose në mënyrë elegante. Nëse ke shëndet mirë... Te veshja, e thoni ju, me delikatese, ndonjëherë është edhe zhveshja në fakt. Po, pikërisht... Ky është problemi. Kryesisht e vajzat këtu pastaj, se... Nëse se zdua duket sikur po diskutohet. Por një vajzë e re që mban barkun jashtë këto ditë, mban kërcit e këmbëve jashtë, mban gjoksin, mëngët e plot tjera, normal që është me ekspozuar karshi të ftohtit. Dhe temperatura ullët është ajo që, si thua, vret imunitetin dhe bën që viruset, bakteret që janë për qark, si thua, ta gjejnë hapur atë portën për të hyrë në organizëm, sepse vetë mbrojtja është e ullët. Është si një kala që ti i heq rojet në për porta, në për bedena, dhe normal që armiku në këtë rast, për e them në thojza, do në e ka më të letë që të depërtoj dhe të apushtoj kalan. Njëjtë ndodhe dhe për familjet që kanë pa mundësi të ngrohen në shtëpi, se e kam ndërmend raportin e Bankës Botërore që thot më shumë se 66% e familjeve shqiptare kanë të pamundur të sigurojnë ngrohjen banesë. Për pjesën dërmuese që duan të ushqehen shëndetshëm, por nuk munden, pasi, si thuash, unë kanë hyrë në për shumë shtëpia, qoftë në Tiranë, qoftë në përrethe, dhe realisht ka varfëri. Ka nga ato që e hanë kafshatën thatë, dhe në këtë rast je si thuash, je pa tekst se çfarë ti rekomandosh. E vetmja gjë mbetet që ti këshillosh që të konsumoj sa më shumë nga gjërat e natyrës. Për shembull, lakra, të gjitha llojet e lakrave, të bardha, jeshile, të verdha, të kuqe, kanë plot nutrient, mikronutrient dhe ndikojnë goxha mirë ke në shëndetin. Përmenda lakrat, sepse janë më të lira, kushtojnë më pak dhe ja vlen shumë mirë që të blesh fjala vjet. Lakra, spinaq, se sa të blesh salcice, kremvice e gjëra tjera që janë ushqime industriale dhe po thuaj nuk kanë fare vlera ushqimore. Do të thënë, dua të them që edhe kur ke pak para... I përshtatni këshillat sipas standardit ekonomik të pacientit. Edhe kur ke pak para në dispozicion, do në ke shumë pak, do të thënë, fjala vjen, më mirë ato 2000 lekë vjetra bli salat, bli qepën, bli lakrën dhe bëj me ta një diçka në shtëpi se sa të blesh salcice ose qofte ose një pije tjetër të gazuar, industriale, e cila praktikisht është kundër shëndetit. Është dohën... Po për ata që kanë mundësi, çfarë i sugjeroni të blejnë, doktor? Atëherë, proteinat, të cilat duhen marrë sa më natyrshëm, do të thënë, sa më pak të përpunuara, të mos jenë të konservuara. Normal që portokallet, vitamina C, pra. Po, vitamina C është aja, është, si thuash, tulla bazë e shëndetit, është themeli i shëndetit, pastaj vijnë edhe tjerat. Dhe shumë mirë që këto ta marrësh në mënyrë natyrale, nga portokallet, nga limonat, edhe nga këto perimet, nga specat, domatet, frutat e tjera, se sa këtë ta marrësh, si thuash, sintetike që ta marrësh nga farmacia. Kjo është, aja është ushqyerja e shëndetshme, është aktiviteti fizik, do të thotë, ecja natyrë, do në krahasuar me do në atë stërvitje në palestra, që janë me ajër të mbyllur,
kondicionuar e të tjera, ecja, shëtitja natyrë ka shumë të tepër pikë në shëndet, ka shumë të tepër benefite. Në shëndetin trupor, mendor, psikologjike, të gjitha, se kemi parasysh edhe ngarkesën, stresin e përditshëm. Faleminderit që e përmendët, duhet të them dhe gjë, duhet shmangur sa më shumë stresi, sepse stresi është një nga këto faktorë që dëmtojnë rënd mbrojtje natyrale, imunitetin. Ne kemi diskutuar edhe gjatë pandemisë shumë, doktor së bashku, se ju lexoni shumë edhe literaturë të huaj, sistemi simpatik, ne kemi dëshmitar që... Kush është rruga se si dëmton stresi? Stresi nxit në organizëm prodhimin e katekolaminave, të cilat prodhohen shumë në rastet e stresit. Janë disa, le ta themi, enzima që prodhohen shumë kur ne jemi të stresuar, ose kur jemi pa gjumë, ose kur kemi presione të tjera, të cilat nxisin prodhimin e kortizonit. Rritja e kortizonit në organizëm është faktori madhor i dëmtimit të imunitetit, pasi ky është, si thosh, imunosupresiv, supreson, vret, shtyp imunitetin. Dhe ecja në natyrë është një nga medikamentet, le të themi, kundër stresit. Mira shumë dimensionale. Vetëm të shoqëruar, nuk e di pse më duket shumë më efikase ecja vetëm në natyrë. Kjo është personale, dikush ka dëshirë që të jetë i shoqëruar, që të ndrojë biseda rrugës, dikush e ka si vetë terapi që do ta bëj vetëm. Dhe së fundmi më lejo dhe këtë pyetje të fundit, se e kam me shumë merak të inteligjencën artificiale që është bërë viroze dhe kjo, le të themi, tek shumë qytetarë që nxitojnë mësë shumti dhe mësë shpejti të gjejnë zgjidhjen aty. Mos them pandemi, po mbeten te viroze. Ato orientojnë, por realisht unë takoj plot të njohur, të cilat kanë diskutuar disa simptomat tyre me inteligjencë artificiale dhe janë ndjerë, mendojnë që kanë kancer, mendojnë që kanë një sëmundje tjetër të pashërueshme, e ku ta di unë, dhe në fakt nuk ka si gjë, janë thjesht simptoma të një sëmundje që trajtohet fare lehtë dhe nuk le fare pasoja. Duhet të them që nuk mundet që inteligjenca artificiale të trajtojë një person, sepse së pari jo vetëm që s'di historikun, por nuk di dhe të dhënat objektive rreth tij. Domethënë, shpeshherë unë mendojmë se kanë ftohje, po kur një kolegu im më viziton, më thotë Ilir janë rregull, i ketë pastra më shkrit. Duhet të them, e marr këtë shembull sepse inteligjenca artificiale nuk di asgjë objektive rreth nesh. Domethënë, nuk është ajo po dëgjon rrafjet e zemrës tonë, ose zhurmat e mushkrive, ose probleme të tjera. Ne thjesht vëmë disa dhëna aty dhe ajo na jep disa shpjegime të cilat duhet do e mos duhen filtruar nga një mjek. Nuk mundet një kompjuter të trajtoj një sëmundje, një person. Absolutisht që orientojnë, por nuk është se kurojnë. Qartë, doktor, unë ju falenderoj shumë. Uroj të kemi kontribuar sa do pak. Edhe pse i keni këshilla të përsëritura gjithmonë në çdo stin, por mendoj është e dobishme gjithmonë. Gjithmonë vlen që njerëzit të interesohen për këshillat rreth shëndetit dhe të jenë proaktiv ka shi shëndetit të tyre, të mbrojtjes së vetvetes. Faleminderit. Ilir Allkja ju falenderoj. Ishte kënaqësi. Ju falenderojmë edhe ju, zonja dhe zotërinj, na kushtuat vëmendjen tuaj.